Banorët e Trebishtit në bashkinë Bulqiz përballen me probleme serioze në furnizimin me energji elektrike. Sipas banorëve, rriti i përcjelljes është tepër amortizuar, kushtet dhe telat janë po ato që janë vendosur që në kohën e elektrifikimit të zonës. Ja, shikon dritë të tij, shife, shtilet të janë, na. Kolonat të vjetra janë mbi 20 vjet. Parë po i pagojmë muaj për muaj. Në investimi ja shiko, hajde, futu këtej. Hajde, mbashmë muaj. Akoma shtilat e ndverit janë. Shteti nuk vendor. Leket i marrin. E shikon vetë. Dakord? Kur ka reshi shiu, ngelli pa drita pa energji? Shumë kemi mungesë. Kemi pas shumë mungesë me dritat. E keni ngrit këtë shtetësim? Po qatë të ngrejmë, si avlen. Ku do anko jemi? Ja, më thuj ti, ku të shkojmë? I shikon vetë? A ka premtime, a vjen premtime? Premtime pike barë unë nuk rri, do me dhanë, do me dhanë, diskutojnë, do bëjnë, kot. Dërsa nuk shikojmë, ja, këto janë. I shikon vetë. A keni humbë besimin? Po besimin. 100% e kemi humbë besimin. Që nuk shteti, kot. Sidomos zona jonë. E shikon 2026, i shikon rrugët. Prej më shumë se 35 vitesh, banorët shprehin se nuk është kryer asnjë investim në rrjetin elektrik, pavarësisht premtimeve të shumta nga të gjitha forcat politike. Ndërkohë energjia elektrike faturohet dhe paguhet rregullisht çdo muaj. Situata bëhet edhe më shqetësuese gjatë rreshjeve të shiut, kur zona mbetet pa energji elektrike për orë të tëra. Përveç mungesës së dritave, banorët thonë se rrezikohet edhe jeta e tyre, pasi telat dhe shtyllat e amortizuara mund të këputen në çdo moment. Me këtë shtyllën kam problem se kur frin era, shkon majtas, gjatas, këtu rrin fëmijët. Këtë i kam unë në patronash. I kam kërkuar komunës, ku ka qenë i pari kryetari, ma ka thënë me forcat e veta. Tash s'është shkoa me forcat e veta, bëj një me forcat e veta, bëj dy. Kjo ka energji elektrike më tash? Ka, si s'ka merr komuna nga këtu. Merr gjithë kjo lagje sipër. Kjo shtylla si o pas te? Unë me forcat e mia e lidha me tel. A shtur të shtesh, 2026 jemi, të me tela, shtilat e lidhura. Nuk kërkoj të një gjë, politikë nuk bëj, vetëm. Banorët e Trebishtit i bëjnë thirrje institucioneve urgjentisht për rikonstruksionin e rrjetit elektrik, duke theksuar se ata e paguajnë energjinë çdo muaj dhe kërkojnë një shërbim të sigurt dhe të qëndrueshëm.